Sigurisht një tjetër tregim suksesi nga një trajner me përvojë në basketbollin e Kosovës si Drit Rosefaja, i cili vendosi ta marrë skuadrën e Dritës në basketboll në ligën e parë të Kosovës. Historia e suksesit sigurisht do të diskutohet bashkë me trajnerin, të cilin e falenderojmë shumë që është me neve sonte dhe me dëgjuesit e Radio Dugaxhinit. Faleminderit për ftesën e. Shprehbre e shtinë në dorë trofeun e parë? Definitivisht, do kom pak shpejt, po janë ambientuar që ato kushte që na u dhanë dhe u dash me reagu. A ke fundi dhjetorit, kur e ke pranuar detyrën? Po, në gjysmë sezonit, domethënë ka qenë fundi dhjetorit. Po flasim zyrtarisht. Po, në gjysmë dhjetorit, çfarë fundi dhjetorit, më thonë, kur ka qenë afati kalimtar mes dy pjesëve të sezonit në ligën e parë. Klubi i Dritës kanë kontaktuar me udhëheqës ekipën për çet pjesë dy sezonës edhe jemi angazhuar me një herë. Ka pëlqyer projekte, u koni projekt shumë serioz. Pretendimet janë për me hinë Super League, po kemi ndru shumë lojtar, kemi marrë lojtar 3 lojtar që mendoj që janë potencial për të ardhmen, edhe të cilë nuk kanë pas në shtat disa për të në minutazh sa duhet në Super League ose në ekipe tjera në për ligë të parë. Edhe në fund kemi mri me komponu një ekip kogja solide që po shpresojmë me lujt ma mirë çdo javë. Cilat kanë qenë elementet që të kanë bindë me shkut e Drita? Mas pare dim që Drita Gjilonit është me historinë për ekipe më të sukses, me historinë më të madhe në Kosovë. Për sukses të herën e fundit që kanë qenë kampion janë në vitin 1997-98. Prej kësaj kohës mas luftës nuk kanë ai sukses të madh, përveç që kanë hyrë play-off dy herë, nëse s'jam gabim, në atë fazën fillim viteve 2000-ta. Po është domosdoshmë klub me renome të madhe, njerëz që kanë marrë klubin dorë, që janë të udhëheqës, që janë shumë njerëz serioz, edhe më ka që është një projekt që ka më konë, që ka me ngrit Dritën në nivel me ekipet e top 4 Super League në të ardhmen e afërt. Sa është e vështirë me marrë një ekip në ligën e parë me në këtë rast e keni rindërtuar, është planifikuar komplet prej teja, apo me basketbollistë? Po pak më vështirë se që ka mendu, edhe nëse unë i njoh lojtarët, shumicën e lojtarëve të cilët i kena rekrutuar tash në janar, po megjithatë ata disa prej tyre nuk kanë luajtur kur bashkë njëri me tjetrin, disa edhe jo dashur me ndru pozitën për mu ambientuar në klub, se qëllimi është i vetë, qëllimi primar është Drita me pas sukses si klub edhe me fitu ndeshjet, dhe për këto duhet secili me sakrifiku diçka. Aty janë prej meje, lojtarëve e tjera, edhe ka qenë pak më vështirë se sa që e kom para po ditën e parë kur na taku me lojtarët, i kom lyp vetëm një element prej tënë, i kom lyp me premtu që kanë mu adaptu në çdo situatë që kam na pru, çdo sfidë që kam na ardhur në gjatë sezonit. Domethënë gjithçka mund të ndodh, na veç kena mu adaptu, s'kena mu anku kur gjë, edhe kena mundu me nxjerr maksimumin prej çdo situate. Pra, as si na morë veç me fitu, as me hub, as nothing. Kur gjej vetëm mu adaptu me mundu me nxjerr maksimumin prej çdo situate. Edhe çato janë të bëhet djemt me përpikri. Sa tu ka dashur kohë edhe sa futbollist ke skautuar realisht derisa ke përzgjedh ata që janë aktualisht me Dritën? Sa i përket lojtarëve vendor, faktikisht ka qenë një sfidë pak më e vogël, sepse shumica lojtarëve janë në kontrata me ekipet Superligës, nuk i mujti me i kontaktu lojtarë që kanë kontrata më të gjata, po janë një numër lojtarëve. Jo, e kam fjalën këta që ke mujt me i marr, shumicën prej tyre besoj ke njohur se e gjatë në basketboll. Kom pas shef një 2 basketbollistë të tjerë, sidomos mi marr në playmaker në qendër, po nuk u bë puna kontratave tjera dhe qëta kanë qenë më adekuat për rastin, a për lojtarët huaj do është pak më shumë me mendu se lojtarët huaj ki drejt vetëm një me zgjedh, nuk ki drejt me ndrumo në gjysmë sezonës, kështu që aty kena pas pak më shumë punë me bo scoutim, me bo analizë, me kështu cili lojtar po i përshtatet më shumë te ekipës tonë. A ka një farë shifre sa keni skautu? Se besoj veç një nuk e keni skautu, besoj mbi 35. Mbi 35. Për me zgjedh një. Po, jena ka folin për afat 5-6 ditë. Me një mesatare në është 2-3 orë gjëmë ditë. Edhe nëse u konë probabiliteti mi a qëllu, 10% ju e keni qëllu, kësa here, po besoj. Kena pas fat, në ka një mu zoti. Boni përshtypje shumë parashitja e basketbollistit Walker. Ishte vendimtar në finalin e Kupës së Ligës së Parë. 33 pikë i shënoi vetëm në atë ndeshje.
Po, Gjej është një lojtar I pozitës 2 në combo guard më shumë, I cili vjen për një universitetit UI Indy prej divizionit 1 NCAA, ka lujt me disa statistika mahnitse. Në college ka pas 16 pikë për ndeshje në divizion të parë. Jo shumë lojtar kanë asë statistikat nalta në division në NCAA, po masi I kanë këshyrë edhe lojt kundër disa kundërshtarëve shumë të fortë, për shembull ka pas ndeshje ku kundër ekipeve si Xavier ose Oakland ka jap mbi 25 pikë në ndeshje. Edhe është lojtar që e kupton lojën e basketbollit, lojën pa top e ka tepër zhvilluar dhe e kupton në detaje domon më bazike. Është mbrojtës shumë I mirë, team player, po edhe skorer është. Kështu që I ka pas pak a shumë gjitha ato elemente që na kanë mbyt për me u përshtat në ekipën tonë. Qysh ka reagu kur e keni bëu ftesë për Kosovës? Besoj vendi se ka njohur se s'ka pas përvojë në Kosovën. Ai definitivisht nuk ka ditë as ku është Kosova, po ja kena shpjegu ku është Kosova, ja kena tregu anë të mira që janë këtij vendi ton, ja kena tregu edhe sfidat që mundet me has. Edhe kena pas domosdoshmë qëllim me ditë që e kuptoj për ditë që ai kombukon në rregull me çdo sfida të cilat kena me pas. Mos më përfasu. Sallat e ftofta, vonesat në përndeshje, ku ta diun edhe në pejnë ndryshmeve dhe ajo konë në rregull me gjithçka, ka pas që me dëshmu veten, me armë me tregu veten që mundet me lujt, edhe deri tash është e dëshmu koxha mirë veten që mundet me lujt çet nivel të Kosovës. A është I kënaqur tash, masi ka provu? Po, besoj po, dush me pyet na shtatave, s'ka ankesa deri tash. Ka qenë një prej që kam habu për shtype, ka qenë një prej ndeshjeve, le të themi, më interesante të komplet sezonit, po besoj ndoshta ka marrë mësim pak edhe Superliga e Kosovës. Prizreni Drita, ndeshja në kuadër të ligës, 109 me 108, një ndeshje spektakolare ka qenë. Definitivisht ka qenë ndeshje ku dy ekipet kanë luajtur sulm mbrojtje asnjëna. Që ajo konë një problem në aspektin tonë, po konë ndeshja pas që kanë luajtur në mënyrë zyrtare. Në dhe aty kena mrivesh 2 ndeshje miqësore me luajtur njën Kosovë, njën Maqedoni. Edhe halo s'ka qenë ekipa komponume, halo s'kena s'kena qenë gjendje me nda minutazhën e duhun lojtarëve caktuar në lojë. I don halo në atë fazë të bëj eksperiment. As në 60% të strategjisë lojës nuk më thonë që kena qenë të kompletuar deri në atë ndeshje. Pra që ashtu u dal loja. Edhe lojtarët e Prizrenit janë lojtarë shumë me eksperiencë. Tu janë nisë për Edmond Kryeziot, Drilon Shala, playmakerit tu në Hajzere, pasta e kanë dim një prej trajnerëve më të mirë në Kosovë, ndorëm në Rifatin, mikun tem që përgëzoj shumë për punën që e ka bërë sa vite në basketball, ai që ka bërë njëri me një njëri vetë me një ekip, ka që ekipet mëdha që s'mujnë me 100 njerëz me bë. Po fatkeqësisht ai është për momentin ligë të parë, unë kam qef shumë me pa dhe Prizrenin në Super League, sa ma shpejt sepse e kam vendin që aty janë njerëz serioz, kështu që u konë sfidusa dhe kam me qenë sfidusa me lujt me ta në play-off. Na nuk takohem tash me ta moderin play-off, inshallah takohem play-off. Edhe shpresoj që të dyja në tardhën e afërt kanë me qenë Super League, edhe Drita dhe Prizreni, e meritojnë. Sa është përmbushje kur arrin këso faze dhe fiton trofeun, po themi brenda një periudhe të shkurt, po në aspektin personal edhe ekipor, sa është I rëndësishëm trofeu që keni fituar? Tash kjo edhe një farë qërimi e sopeve me Prizrenin, se Prizreni ju më poshtë në ligë, ju e fitut kupën e ligës parë, kundër tyne. Po, por në aspektin ekipor, mendoj që u konë një shkëndi, që me thonë modhezën të populli Gjilanit, sepse e dim që në Gjilan që një kohë gjatë nuk ka në i farë suksesi basketbollet, dhe veç kam fillu komendet pozitive marrë prej tifozëve, prej intelektualve, prej popullatës gjerë në Gjilan, edhe kanë shpresin të ardhme në afërt, kanë me mujtë edhe me pa dritën të lujtë prapë në fushën e tëne. Salla është në renovim, që ta kena edhe një mangësi shumë madhe, për shpresojmë që komuna ka me arrit deri në fund sezonës me përfundu renovimin e sallës që nëso kismet me një Super League, ose Ligë parë vitin arshëm, bala me qenë lojt vendas mi zhvillu në Gjilan. Na teknikisht ne të zhvillu qdo lojt mësafir.
E ku jeni të zhvillon ndeshjet si vendas? Ndeshjet në pjesë të parë kampionatit janë zhvilluar disa në Kamenic, disa në Prizren, kushdo që ka ofru sallën për ekipën. Për momentin ato i zhvilluar në Prishtinë ndeshjet si vendas, edhe normal, jena me shpresë që sa ma shpejt kena me mujt edhe me u rikthy në Gjilan, aty ku e ka vendin drita. Ama Nisan është na me infrastrukturë më rahatu në herë ju, shumë problem. Dhe më thonë edhe kur ke koha zgjedhjeve u blokun palestra shkaku i Komisionit Qendror zgjedhjeve, edhe tash dikush hen në renovim pa planifikim, se ish dashme më ullë me kalkulu këtë farpune. Fillon liga e parë, tu ka me luj Gjilani ka dalë se s'mujmë që të periudhë duhet. Në ato aspekte nuk di më të përgjigj në ashtë shumë sakt, por... Po e penalizon ekipin, se me lujt jashtë gjithë është e vështirë. Po, por besoj që kejto bo për një qëllim të mirë, që Gjilani me pas një sallë sa më të mirë, dhe besoj që komuna është të punu maksimalisht me arrit atë send, dhe besoj që kanë me mri me kryesallën me kohë, edhe Gjilanit kom ju këthy busqeshja në basketbol. Sa mendon që është e rëndësishme për vetë qytetin, edhe a kanë fillu me ardhë mi mbështet ndeshje sa do pak tifozët e Gjilanit, intelektual këtë rast? Ka që janë të ardhë ko mas kohë, jo numër shumë të madhë, kuptot është edhe liga parë, edhe është fillimi, disa dhe nuk kam pas fort informata, po tash me këtë fitimin e kupës u boni laj maj madhë, edhe kena premtimit që kanë marrë dhe tifozë në të ardhë më ndeshje të ashme edhe me përcjellje e lojtë e ligës parë. Nuk mëj, me të pas këtë, pat pyet pak për finalin e Kupës Kosovës, të ndeshje shumë e fort, Trepça, Bashkimi. Cili mendon se mundet me qenë epilogu kësa sfide? Po flasim besoj në këtë periudhë për dy ekipet më të mira të ligës, që e kanë bërë një farë lloj diferencë deri tash. Definitivisht është një lojë e mirë, fatkeqësisht se na të vujt me këshirun e të bashkë tash lojën me sa vrejta për çelëkit parë ish kthy edhe Andersonin Bashkim, që është një shtesë shumë e madhe për Bashkimin, do mas janë komplet. Detajt në fund kanë me vendosë këtë ndeshje, nëse më ka një lëndim gjatë ndeshjes, nuk po di. Trepça në anën tjetër e ka eksperiencë, ndonë që Sovjet është të i fitu kupat, sidomos. Edhe hala pa u bu kampion, është hera 5, më s'kush gabim që është në finalit kupës. On 4 kupat Kosovës, rreshti ka fitu. Kështu që eksperienca ka është në anën e Trepçës. Presioni ka më konë në anën e Bashkimit. Ma i malë, se këta donë se kanë fitu kupën që një kodë gjatë edhe e kanë psikologikisht. Qa do po thëmë, Trepça me një trener që so vjetë të dëshmuar Bashkimi për herë të parë me një trener, donë presione ma shumë në anën e Bashkimit, po ka më konë interesant me këshyrë përfundimin e ndeshjes kush po fiton. Sa ka rezultative sa thonë del 41-36 për Trepçën. Paska Por i këty Trepçën në parke Bashkimin e përsi. Mundet me luhat e përsia prap deri në çelë 4, nuk e dihet, kështu që një element që shpesh e diskutojmë me njerëz e basketbollit trener është mungesa e punës me gjenerata të reja. Pse Kosova e ka këtë deficit në pjesën, po besoj më të ndihshmën të sportit. Është një zinxhir problemeve këtu. Kto është një zinxhir problemeve, po por me zgjidhni problem mas pore dush munis për vetës. Unë mendoj që një problem për më zgjidh mas pore do na me kështu çka më të bëjnë gabim, madje çka më të bëjnë tjerë. Edhe muj me fol rresht në emër trajnerave që është një problem shumë i madh puna. Trajnerat sojna natë të punu me lojtar të ri, sojna natë të tentu me zhvillu vetën, që me majt hapin me kohën, ndryshe e dash me mësu një fëmijë basketbol para 30 vjetë, ndryshe dush sot. Elementet tjera janë avancu, ka avancu, veç fundamentals baza nuk ka avancu, gjithçka tjetër ka avancu basketbol. Loja është më shpejt, loja është më dinamike, dush vendimare më shpejt me marrë lojë. Nëse ti nuk i përshtatesh në ushtrime që në seneve, që shmundesh me prit për fëmijës me pas njëjtën sen. Me bot njëjtë sen në lojë, edhe nuk ka kuptim ndonjë. Problemi i më i madh te trajnerat. Problemi i dytë më i madh janë te klubet. Klubet nuk kanë pik interesi, le të folin sa dojnë televizor. Asnjëri klub nuk ka interesim me zhvillu lojtar të ri. Nuk i një klub ti që don 200 euro me investu me një fëmijë që ka ma talent me ngrit atë fëmijë. Jena dëshmitar këshire Superligën e Kosovës, se cila ka budgetat majme. Për aty jom nis. Hajde na me mund Ligë U14 Kosovë, këshira ka një ekip trenerka në bank. Këshira vjen një ekip U14 me jakë në bank. Na ka folin për shpenzimet vogla. Po da. Shka pyetje fëmijët në për Kosovë, a ka një ekip që ushtron 5 herë në javë ka 90 minuta trening. Kush ka faj aty trenerja? Jo, po vjen keq, kanë faj klubet
që dojmë investu 1 milion euro në ekipar, 0 në kategori 3. Sa i përket federatës basketbollit, ata e bojnë maksimumin, mi organizu ligat, me pas gara, me pas dershe sa ma shumë, po në fundet federata është veç një service provider. Ata veç t'i ofrojnë shërbime ty nëse ti s'don me bo, nuk ki qka, nuk po du milion kejt jashtë fajt federatën, ku e shoh federata basketbollit që çalon tepër, është në planifikimin me kombëtarët kategorive 3-ja. Doon tash sa vjet më ka rënë shumë një kohë gjatë më marr me kategori 3-ja. Mbledhen kombëtarët në mars, prill, bën do treninga, zhvillon disa ndeshje miqësore dhe shkojmë në kampionat evropian me një muaj përgatitje. Përderisa shtetet tjera fqin ose në Evropë, në shtator fillon përgatitja për vitin e ardhshëm. Doon ka pas rast kur kom dash me zhvillu ndeshje me kolegët me që i kam në për Evropë. Edhe nëse unë i kom kontaktu një anë shkurt me këshyr me organizu një misore për maj, qershor, kam thonë kolegë më falë, për në shtator e kena kry planifikimin për një vjetë. Se krejt punojme, që të qalon federata basketbollit e kategorisë të reja shumë. Gjithë shka me vones. Po, kjo një problemi vogël, problemi më i madh thashë janë trenerat, janë klubet, është shteti që nuk investon sa duhet në sport. Na veçën këtë vit kena pas 2 herë falë që pe përmendit, zgjedhje, edhe për ato zgjedhje në çdo qytet janë mshel sallat. Bën vëllai zgjedhje më moj dikun tjetër, pse në bash soll basketbollit. Ka për 100.000 lokale janë që mundon me kry qatë shërbim njëtin që kryet në palestër. Po smuj milion onash edhe fëmijët, kam një vërejtje të madhe për lojtarët e ri, nuk janë ditë sot lojtarë që dojnë me ushtru sa kanë ushtru shumë më herët. Vëdhen, dush mi shty në stop, mi motivu, me ushtru, nuk e dia ka motiv më të madh se sa me i pa lojtarët shtatë që janë në Kosovë, çfarë pagat më në të marr. Çka ka motiv më të madh, duhet me pas një fëmijë 14-15 vjeç sa me pa me thonë, ej, kur ti bën 20 më i marr çka 1.000 euro rrog, me bo karrierë si basketbollist. Po çaj është dash me kon një motiv i mjaftueshëm që ti më thon, unë s'ka TikTok, s'ka Instagram, unë kam punu 4 orë ditë, 5 orë ditë punë. Po nuk punojnë sa duhet. Janë të pakt ata që punojnë 4-5 orë ditë. Faleminderit shumë për bisedën, është e këndshme. Po ta shef edhe dëgjues me dëgju rrëfimin edhe besoj është një rrëfim i suksesshëm i karrierës tënde me skuadrën e Dritës, tashmë filluar nga fundi i dhjetorit, edhe ju urojmë sukses në qëllimet e juaja, synimet. Faleminderit shumë na për ftesën, dhe shpresojmë që kena me pas sukses në të ardhmen. Faleminderit shumë.